Jo, me Po 2 mandate foli krenari. Sistem kështu kërkasët i politikën s'mundesh me projektu monopolin 15 vjet. E lemo, po qashtu diskutojnë me zveti që një kohë. Krenar, është e pamundur që planifikohet? Jo, unë e fola për rrethonat e Kosovës, nuk është e pamundur, është shumë e mundur. Kush do ta rrëzoj zotin Kurtin? Këto partita? Çto do ta rrëzoj zotin Kurtin? Njënë si Sali Berisha që rrëzoj Edi Ramën. E rrëzën Sali Berisha Edi Ramën edhe një 20-30 vjet. Nuk e rrëzën. Kush rrëzën falni Edi Ramën e rrëzojnë protestust. Me kush që masin vizohen edhe ma shumë protestat edhe nuk nalen. Nuk ka kush rrëzën Edi Ramën. Edhe Albin Kurtin, këta nuk mundën me rrëzu. Albin Kurtin kanë me rrëzu veç një gjenerat e ri që s'ka qenë kur politik. Në raportet e njëjta në numër. Jo, s'qenë raportet e njëjta, po veç po du me thonë që zoti Kurti let mundë me na me parashiku që ai shumë let e ka me najnë pështet edhe 10 vitet e ashme, pa kur farë problemi, ndoshta edhe ma shumë, po më munona mu bu më modest. Ma modest 2 mandate. Unë nuk putna me thonë edhe 20 Jo, ma vjet. modest, nuk ka kush të Apo planifikohet bashkëpunim 2 mandate Korça? Mas pari po kthena te ky